Selam aleikum. A ban të ndajmë kurbanin në dy pjesë? Për vete dhe për dika tjetër. Aleikum selam, rahmetullah. Ban dy pjesë, ban një pjesë, ban tri. S'ka kurfar problemi. Ajo këshilla o gjallarëve që thojnë me ndani në tri pjesë, ajo është e preferuar, por nuk do më thonë që s'ban ma pak ose ma shumë. Nëse nuk I ke kushtet shumë të mira edhe fëmijët e tu nuk kanë non-stop mesh, e prejnë kurbanin edhe manë komplet për vete. Nëse ata tjerë që ti po dënë mi odhon aty ne kanë kushtet ma mirë se ti I ki ma dëpte manë për vete. Por nëse I ke kushtet mirë, atër bën me edhon krejt, mos me majtë fare ose me majtë shumë pak. Ose me ndonë tri pjesë, me majtë një pjesë për vete, një komshinive, një fukarave. Thashën varet prej, kjo treshja vlen për çdo kohë. Por pasaj në rrethonat caktuara bën me lëviz këtë treshen, me ndru sipas nevojës. Prandaj mund ta ndash edhe në dy pjesë pa problem.